Kjo shtëpi që po rënohet si gjurmë e luftës, këtu është shtëpia e Agjës Muharim Durakut, i cili u vra bashkë me babën e 4 vllazërit në masakër të Krushës. Këtu kanë qëndru 70 gra me fëmijë në podrum, një javë ditë, derisa pas një javë janë shku në fshatin Nagofs, ku ushtria serbe ka bombardu edhe me aeroplan luftarak, ku ka pas shumë të vranë civil të fshatrave që janë strehun në Nagofs mes natën e 1 prillit edhe 2 prillit vitit 1999. Këtu me gra ka qenë vllau i vogël, i cili më pas i ka marrë, i ka dërgu në Nagofs, mirë po edhe pse serbët ju hi në borë, fati madh që nuk i kanë vrejt që janë podrum. Pasi shtëpia lartë ka qenë e djegur, gjitha varrat djegura edhe nuk i kanë hetua. Më thonë edhe kjo është prish, gjuhëm të luftës po zhdukën dita ditës, mirë po ata që i kanë jetu ato vite dhe i kanë përjetu luftën, do i përcjellin kujtimet gjithë jetën derisa të bashkohen me tjerat në botën e amshuar. There we go.